salavat pejgamberit alayhi salatu wassalam e dërgojmë. Lutë Allahun që të na i pranoj ibadetet e sotme, të na falë dhe të na udhëzoj. Allahumma amin. Në kohën e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, njerëzit kishin dëshirë që me pas si dëshmitar të dërguarin e Zotit për gjërat të caktuara. E njëna prej tyre ishte edhe kur ata ndanin diçka, kur i jepnin diçka. Domethënë, qoftë kur i danin fëmijët si dëshmitar, qoftë kur i jepnin ndonjë dhuratë, ndonjë vakëf, në i darsëm, e raste të tjera, kështu me radhë. Prandaj njëherë transmetohet në librat e hadithit, dikush prej sahabëve deshti djalit vet me ia dhënë një dhuratë. Deshti ta dëshmonte apo të ishte i pranishëm edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam në këtë moment. Edhe e dërgoi një antar të familjes, i tha, shko te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe thirrë. Le të vjen edhe le të dëshmon, le ta sheh që unë pia jap këtë dhuratë filan e vladit. Shkoi personin fjalë e thirrë pejgamberin alayhi salatu wassalam, po i dërguami i Zotit hala pa u nis, i tha, ky personi që do më ia dhon këtë dhuratë djalit vet, a ka fëmijë tjerë? Ata i thanë po, ka dhe fëmijë tjerë. Ja kthej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a ju jep njëjtë dhuratë kretëve, sikurse këtij? I thanë jo, ja Rasulullah. Jo, veç këtij t'i dhanë. Atëherë i dërguari i Allahut tha, nuk ban kështu. Nuk ban me i dallu fëmijët në dhurata. Du të më dhon njëjtë. Edhe i tha personit në fjalë, shko bëni selam atij, mos të vjene me marrë mu dëshmitar për një vepër e cila është zullum, pa drejtësi. Edhe nuk dëshmoj, por normal edhe personin në fjalë, ai personi që deshti me ja dhon këtë dhuratë, u ndal, nuk e dha. Të nderuar vëllezër, në Islam është shumë më rëndësi që me pas gjithë se cili hakin e vetë, me marrë gjithë se cili hakin e vetë. Në Islam, prindi, karshi fëmijëve, ka dy situata kur jep fëmijëve, kur i jep. E para është mi u dhon dhuratë. Edhe e dyta është mi u dhon hakin që Zoti ka kërku mi u dhon. Hakin është për qëllim me i dhon trashëgimin. Pasonin që e lën baba, me i dhon trashëgimin me i dhon fëmijëve. Kjo është hak. Këtu ka rregulla, gjithë se cili çfarë hise merr. Kurse te dhurata duhet më konë prindi i drejtë. Përveç ulemat kanë toleru nëse me mirë kuptim të fëmijëve, edhe te dhurata, edhe te borxhe, njëri tërhiqet ose i jep hisën e vet të tjerëve. Ajo mesele tjetër. Te dhurata, kështu është. Nëse ndodh që ti, njënit fëmijë po dën m'ia ble një biçikletë, s'po them një makinë. I ki 3 fëmijë, 4. Pa marrë parasysh, djem a vajza. Duhesh me ju ble të gjithëve njëjtë. Nëse blen tesha, duhesh me ju ble të gjithëve bashkë, njëjtë. Për fat keq, i kanë dallu në dhurata fëmijët disa njerëz, të cilët nuk e kanë njoft drejtësinë e Zotit. Shall ndodh që kur ka shku djalin në shkollë, i kanë dhënë pare, vajzës nuk i kanë dhënë pare. Kur ka pas me dal
në fotografi fëmijët në shkollë, fotografi ekstra, vetën ose me mësusin, veç me mësusin, jo komplet klasa, e dini ju që jeni ma të vjetër. Djalit i ka dhanë 2-3 foto mi bon, vajzës jo. Subhanallah. Kanë bo dalime. Kjo është ndalume. Në dhurat, dush mi dhonë të gjithëve njëjtë, kjo është ma sakta. Kurse në hakun e pasunis baba, kur plakët ose do me do pasunin, ose kur të vdes, e merë djalit 2 hise, vajza 1 hise. Djalit 2 hise, vajza 1 hise. Djali me qatë hisën e vetë, me qatë 2 hiset, nëse është pa martohet, nëse s'ka shtëpi, në rejtë shtëpi, nëse mund me në rejtë me qatë parë, normal shumicën e rasteve s'mund, se nuk kanë që baba e le milionat, edhe ja pagun meherin, dhuratën e nusës me qatë parë. Dhe me thonë, djali ka marrë 2 hise, po kjo me qëtë ka obligime. Vajza merë 1 hise dhe s'ka kur farë obligimi. As ka obligim me përgadit vetë vetën për martes, nësë është pa martu. As ka obligim me nërejtë shtëpi, se burri ka obligim. As ka obligim me dhonë dhurat kërkuj, se burri e dhuratën. Vajza merë 1 hise dhe personalisht e ka të vetën. Kurse djali që ka marrë 2 hise, ka përgjithësi ndaj gruas edhe fëmijëve nëse ka, grua dhe fëmijë nëse s'ka, atëre ka përgjithësi mu martu. Edhe me punu, po edhe me qato pare, që e kalon baba, që i bije. Se vajza po merë ma shumë, edhe pse duket në shikim parë që ka marrë ma pak. Se 1 hise merë prej babës, 1 merë prej burrit, dhurat të nusërisë. Sa doje ka drejt me lyp. Kjo është në trashëgimin që ja lën baba fëmijëve. Po në dhuratat që ja jep baba, a do me thonë me bo dallime, 1 euro m'ja dhon vajzës, 2 djalit, jo. Në dhurata duhet të gjithve në mënyrë të barabartë. Për ndryshe ka bo zullum, për ndryshe ka bo haram. Dhe përveç ai që është gjunaqar, nëse ka pas nej dëshmitar për një shumë më të madhe, ja ka ble djalit një makinë 30.000 euro, vajzës një 10.000 euro. Dhuratë të dyve nuk banë, dhurata du të më kone njëjtë. Dhurata njëjtë. Dëshmitarët në këtë rast nuk guxojnë me dëshmu një gjë të tillë. Nëse kanë marrë pjesë aty, o burra dëshmoni se ja kum dhënë djalit që ta dhurat, çikës që ta, jo, nuk dëshmojmë. Du të më çupi aty. Si jemi dëshmitar. Hajde në shkune, jo. Pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka ndalu me shku, mu bon dëshmitar për diçka që është zullum, pa drejtësi. Njëjtë vlen edhe tek personat të cilët kanë ma shumë se një grua, 2 gra, 3 edhe 4. Në Islam e dini lejon dhe në 4 gra. Pse po e përmeni? Po e përmeni se dyjaja nuk e di ka kanë marrë këtë budallëk 7 gra, thojnë. Jo, bërsa është e vërtet. 4. Ka dallim numri 4 për 7. Pse e thojnë këto, unë nuk e di. Por kjo nuk është e vërtet. Nëse njeri ka ma shumë se një gru, atër duhet me pas drejtësi në anën materiale, në anën e shtëpis, edhe çdo gjë tjetër e cila është e dukshme. E në zemër nëse një anën e dënë ma shumë se tjetër, aty përderisa nuk shfaqin në anën e jashtme kur farë sebepe, nuk ka problem. Në vëllanë është i drejtë në anën e jashtme. Pra të keni kujdes, Zoti Gjellëshanu gjithë se cilët ja ka dhonë hakin e vetë, edhe ma mirë se Zoti që jep hak, nuk jep kërkush. Pse? Pra arsye se ai është krijuesi. Çka kemi thonë? Ai cili të ka nreq trupin, të ka dhonë mendjen, të ka bërë konstruksionin tënd, ai edhe ma mirë për ty se çka ki nevojë,
çka është e mirë edhe çka është e keqe. Ama ngutit e njerëzve që aty për që aty mendojnë se një sistem është më i mirë se sistemi tjetër, pse me një shoqëri ndoshta jo të udhëzume, dhez për 20 vjet, 30 vjet, një budallëk, por në fat gjatë është i dëmshëm. Në fat gjatë është i dëmshëm. Për shembull ti i ki disa sisteme ku familja thot gjithë secili kur ti bën 18 vjet ka të drejtë çka dojmë me bë dhe kërkush mos me nalas, mos me i dhon llogari kërkuj. Kjo në fat gjatë është degenerim i një familjes, degradim i një familjes. Ku me të baba që e ka rrit, që është i zoti i shtëpisë, që duhet me ditë ku pi shkon djali, që duhet me ditë në sa ora pi vjen çika, që ka sakrifikuar dhe vazhdon të sakrifikojë edhe jetën për familje, për fëmijë. Mos me ditë ku po shkon gruaja, kush po bën gruan. Pse na e deri në sabah. Kjo nuk është në rregull. Pra fat gjatë kjo është degradim, është shkatrim i familjes. Ata mendojnë se drejtësi, po, aty në të këqive ju konvenon kjo. Por ligjet e Zotit Xheleshanuhu, që janë funksionale deri në kiamet, Zoti e di çka është e dobishme për njerëzimin deri në fund të dunjas. E jo vetëm për 20-30 vjet. Kur po bëhet pastaj e keqja. Kur po bëhet e keqja. Kur pastaj po e përfshin dunjan fesadi, ngajt e dini Zotit, sa na kemi shtete, raste, kur në emër të lirisë është toleru alkooli, është toleru droga, është toleru amoraliteti, është toleru që fëmija s'ka nevoj me i dhonë llogari babës, as me pyet. Pastaj, ka ardhur deri në atë gjendje që me dhonë pare, veç me kriju një komunitet i cili i afron njerëzit edhe ju ndihmon për me elon për shembull drogën. Por vjen një pozicion që edhe hoxhën me qu atje, s'ka mo çka ju bën, se ata janë varë prej saj. Nuk tolerohet, nuk lejohet mësim besimi në për shkolla, jo që ka bëna vynë neve, feja. Vjen puna që 60% të rive me pi duan, alkool ose drogë, pastaj ngaj hoxha mun është mi fry, djali me lënë të qysh drogën. Sa vjeti ka 20-22? Na po do t'jemi afër popullit, me mishe me shpirt, deri në momentin e fundit, kur nuk do t'hekim dorë, kur nuk do t'i humbim shpresat të ndihma Zotit, por kur po e kaplën e keqja me të madhe, pastaj po kthehen me mujt veç në ashta hoxha mos po bën. Po ndodh që po është vonë. Sepse nuk ja ke mësu halalën edhe haramin kur i ka pas 6 vjet, kur i ka pas 5 vjet, kur i ka pas 10 vjet. Se në shkollë s'ka pas mësim besim, në xhami nuk e ke pru me mësu. Sa më shkruan djeni një nanë, që normal nuk e di kush është, edhe ankohet për djalin e vetë, 27 vjeçar, gjithat këqijat, edhe ngërbet, a mund është hoqë me bo diqka prej Kosovës? Wallahi me mujt. Kisha dhonë hisen nga shneta jam, nga trupi jam, veç me u bo i dobishëm për njerëz, po janë dësane që s'moni bëjmë. S'pongon. Po sjell. A ke pas të hoxha me mësu kur koni vogël? Jo. Unë nuk po them që kush shkon te hoxha me mësu, detyrimisht ka më bon djali më i mirë. S'po them. Mund me deviju edhe ata. Por ja ke mbjell kur koni vogël në zemër çka haram e çka halal. Mos e Zoti të sheh, mos e zban. Kjo e ndalume, s'është zban me ba. Ai kur të rritët, sa do me deviju, s'ka qare pa u kthy se origjinën e ka të shnosh, themelin e ka të shnosh.
sigur se një lis që rajt i ka thellë, është me një vend të fort, nuk i ka për krye. Sa do dalgët me ardhë, e sa do në i flet me i ra, e sa do me kap në i brymë, ose diqka, a i rajt i ka fort. A herë do kur do ka me lullzu, ka më këthy në, ka hajri, ka mira, kështu është një fmi. Prandaj, në islam shumë duhet me pas kujdes edhe në edukimin e fmive, edhe në dhuratat e fmive. Ka qenë e gabume, kur djalit i kanë dhonë, vajzës nuk i kanë dhonë. E përmena parës, për përsëres. Këqyrni, ju matë vjetrit. Këtë djemët, që i kanë sot 40-50 vjetë për vjetë, kanë fotografi në për shkolla sen me mësusa me ata me këta, vajzat s'kanë. Se si kanë dhonë, kjo ka qenë zullum ndaj vajzave. Po dalim, të manë, e përmenëm për ata që sishin në islam dhurat, kur t'jep fëmijëve do të më dhonë njëjtë. Në shkollë jep 50 cent djalit, do të 50 cent qikës. Jo 2 euro djalit, 50 cent qikës, mi thonë hajtë se s'vynë ty. Jo, njëjtë do të më dhonë. Dhurata. Kurse obligimet që ju takon trashëgimia e babës, atëherë e merr djali 2 hise, vajza 1 hise, e spjegum pse 2, sepse njërin e hise vajza merr te burri vet, e njërin e merr te baba i vet, edhe bëhen barazi. Dalim të hadithi tjetër e pejgamberit alayhi salatu wassalam që shënon Imam Buhariu, ku e kanë pyet apo i kanë pyet hebrejt, jahudit, për cilësitë e pejgamberit alayhi salatu wassalam në Teurat. Të dashur vëllezër, ju e dini se krejt pejgambert në për librat e tyne e kanë pas të shënum ardhjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ja? E dyta, krejt pejgambert ju kanë tregu popujve vet që ka më ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe që ka më ardhur Dejjalli. Edhe Dejjalli, edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam. Po ashtu, krejt pejgambert ja kanë dhënë besën Allahut të lartësuar, Zotit ja kanë dhënë besën. Allahu kur ka dashur me dërgu një pejgamber, i ka fol Zoti, ose direkt ose përmes Xhibrailit alayhi salam. I ka thonë, ty bëna pejgamber po o Zot. E kini kusht. Kam me dërgu një pejgamber mas teje me emnin Muhammed. Nëse dërgojnë kohën tonë, që tash Zotit që, pe dërgojnë kohën e Ejubit a.s. të Jahjas a.s. A paranojshti si pejgamber edhe kime një ka tonë, ti kime nejtë mrapa, kretë pejgamber ti kanë dhënë besën Allah që nëse dërgojnë kohën teme, po, unë i nënshtrohem mësimeve edhe rregullave apo urnave që ai më jep. Këta kanë pas kretë, pra kretë kanë ditë ardhjen e Muhamedit alayhi salatu wassalam, është ajet kuranor për këtë gjallë. Më thonë, edhe kanë ditë, edhe kanë besu, edhe kanë lajmëruar popullin e vet. Do të thonë, për mu bë pejgamber, Zoti Azza wa Jall, përveç që i ka kushtuar me i besu vetes tyne, ata kanë pas obligim i besu vetes për pejgamber. Me thonë la ilaha illallah, Ibrahim Rasulullah. Por e kanë pas obligim edhe me besu la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah. Në Teurat, se Zoti ka zbrit 4 libra, edhe ka zbrit 100 fletushka janë ato, do më thonë disa libra dvegjel. Na përpara i kemi thonë kur s'kemi pas libra, kur i bojnë shme fotokopje sa në skripta. E din thamat vjetët, tash mas luftës gjdo së në bo luks, ku e din fmi që ka skripta, ja merë librën e rejaj, s'ka aty 7 generata, një mas një jep kjo dojës vetaj, kushërinit vet njëjt atë libra, s'ka mo, se ka fmija librën që ka shtu vet, nuk shkon në shkollë, edhe shkon i marë aty nisha. Subhanallah, luksi e shkatron njerëzimin. Luksi krijon demerllëk. Gjithsesi, janë 100 fletushka që si libra dvegjel. E në 4 librat, Allahu Gjeleshanu edhe në fletushka i ka përmend Muhammedin alayhi salatu wasalam. Disa prej cilësive që i ka përmend Zotin Teurat, kur i kanë thonë
hebrejve të Medinës, jahudive të Medinës, hajde na tregoni disa cilësi të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ata kanë përmend këto. O ti pejgamber, Zoti ka thonë, inna arsalnake shahidan wa mubashiran wa nadhira. Ne ty kemi dërgu dëshmitar për njerëzit. Dëshmitar do të thonë mos me pas të drejtë kërkush me thonë nuk diju nëse kisha besu, s'kum nijune. A ka pas pejgambera? Po ka pas pejgamber. Po ti nuk ke dash me ni. Ti s'ke dash me ndëgju, me mësu për ta. Je dëshmitar. Mos me pas arsye. Je përgëzues dhe tërheqës i vërejtjes. Friksues. Ja treg vërejtjen. Dhe më pejgamberi a.s. thot, o burra punani, ani shkoni në xhenet, shko përgëzues. Po dhe në anën tjetër i thot, o burra, runu pi gjunave, se vallahi shkoni në xhehenem. Prandaj në Islam, gjithmonë hoxha duhet edhe me këshillu, edhe me motivu, me përgëzu, po edhe me i tut njerëzit. Jo mi tut pa lidhje, po mi tut me ato argumente që kanë ardhur në fe, me ju kallzu. Ka dhe xhehenem. Kjo është që na jep me kuptu neve se është e gabume njerëzve veç më ju fol, më ju thonë, Allahu e ka rahmetin e madh. Zoti ka më na fal krejt veç me sjonin. Ata tani e lëshojnë pak si lërë. Qa du të me thonë, me bon? Po, e vërtet është. Që Allahu ka thonë, Zoti e ka nda rahmetin në 100 pjesë. 99 i kanal për vete, 1% e ka shpërndar në ftyrë tokës. Me qatë 1%, bëhën i dare, krejt krijesat, insan e gjin, hajvanat, e shpenz, e insekte, edhe peshqit ndeti, e mbrojnë edhe dojnë njëni tjetërin edhe i nimojnë njëni tjetërit me 1%. 99% i kalonë Allahu Azugjel në botën tjetër për besimtarët. Po, për dhe në anën tjetër Allahu i që ky Zot që ka qëtë rahmet ka thonë inna adhabi le shedid, vërtet, azabi dënimi jam është shumë i ranë. Sa i ranë është Zot? Po thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, një njeri e merr Allahu Azugjel një jo besimtar, i cili ka qenë më i lumturi në këtë botë, prej të parit deri te i fundit, më i lumturi, i cili s'ka pas kurfar problemi e telashe etj, veç mirësi ka pas. Edhe Allah i lartësuar para krejt njerëzimit e shtin një qast, domethënë një sekond, 2 sekonda. Shumë pak, veç krap në xhenem edhe në zerr. I thotë, o rob jam, a ke pas ndonjëherë në knatësi në dunja? Mas e përvën xhenem, e thotë, ja rab, kur nuk man men që kum pas mirësi. Prandaj Allahu është i mëshirshëm, po jo që ke mëshira ti në myt, haq se i mëshirshëm, o Zoti graj haramit. Sepse Zoti është i mëshirshëm, po Zoti, si të them unë, am lejohet me thonë, stakfirullah, nuk du ti tregomi pa eduku me Allahun. Zoti s'u nalshon fore, çkaç? I mëshirshëm o Zoti, s'pa falem. I mëshirshëm o Zoti, kërk pak raki. I mëshirshëm o Zoti, mshoj shuplak babës e nanës. Çfarë i mëshirshëm? Zoti ta thën qafën, mshon çekiçin krye. I mëshirshëm o Zoti, po edhe ka çekiçin e madhe ka. Ta thën krevin. Balans du të me pas. Po edhe jo, me thonë ku për neve, ku, në xhenem, ku për neve, ja, Zoti mu në xhenem, jo, bërë, mëse dëshman xhenem. Kry ibadetet, muno, sa të munësh, thujo Zot që ka që pëmoj, hej Allah në dorë tone, a e kuptan? Muno, ti muno, vetë se Zoti nuk i da, hitë si da. Ata të cilët, munon me bon hile. Hile e dine. Na kemi rast kur plaki 4-5 sahat. Edhe ju të dini raste, edhe unë di raste. Rrinë kom kryq, slu nod, me raba, lang qajl. Hajde miq mu që mu falë. Ja, smoj miqa mu falë. Ullë, jo, smoj më dhe në shpina, po që 4-5 sahat jetën e të ullët, kanë për rente. Po ndash mu falë, më zdash, Allahut një moftë. Unë s'moj me dëshmu kur gja. S'moj me thonë kur gja. S'moj me thonë që Zoti ka me dënu, o vëllë bila. Ajo është e drejta Allahit. Nëse kemi të lejume me bo, me qunë xhenem dikon,
Stakfirullah. Por ama ti të rrinë 4-5 saat, kom kryq, e po mund me nej, s'po mund mu falë? Ja. Hile me Allah nuk ka. Edhe ata që mund me agjeru, thot, s'po muj vëllaj, në regull, mas për bëjsh hile Zotit, mas për i zatë Zotit. Qka dush me bo? Ja, unë s'muj, 7 muj para Ramazanit e ka bo plan që s'ka me mujt. A ke provu? A ke provu o burë? Provoje. Prandaj, Allahu është i mëshirshëm, por është edhe ka dënimin e madhe. Pejgamberi alayhis salam ka qenë për atyre që edhe kanë tregë vërejtjen, po edhe nga ana tjetër i kanë përgëzu. Na kur të shohim që janë shliru pak njerëzit, janë shliru, i thëmë ka dalë se ka xhenem. Kur ta shohim që janë tutut, i thëmë ka dalë se ka xhenet. Domethënë me gjetni gjithmonë një balancë dhe një mesatare. Allah na falë të na përmirësat, Allah na وزاد نروغنا دريت ما رحمتنا تي يا أرحم الراحمين